Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për aktualitetin politik e prarë në një prizëm tjetër, pasi ajo është larguar nga politika dhe shikon ndoshta me vëmendje gjitha zhvillimet që ndodhin sidomos në kapin opozitar, pasi është një ish i këtij kampi, bëhet fjalë për shkrimtarin ish deputete Fluturatshka. Faleminderit shumë zonja Haçka që jeni me ne. Faleminderit të dashur Mario dhe kënaqësi edhe për dëgjuesit tuaj. Ju zonja Haçka keni bërë një shkrim së fundmi që unë e kam lexuar me shumë vëmendje, që flisni për atë tërheqje që ndodhi brenda Partisë Demokratike. Ju flisni për një ligatim politike ku ndodhet pikërisht Partia Demokratike. Kush mban përgjegjësi kryesore për këtë gjendje sipas jush? Po, ne jemi mësuar gjithmonë Mario që të gjejmë fajtorin, ta hedhim fajtorin. Sigurisht që faji është një qyrë që askush dëshiron ta vesh, por në politikë ndryshe sigurisht fajet personale janë shumë vendimtare, por në rastin e vendimeve, edhe për shkak të vetë mënyrës se si operon politika, që është më shumë një ansambël, është më shumë një gjë kolegjiale, sigurisht në parti që kanë demokraci. Unë po flas tani mbase me pak nuancë utopike, pasi partitë shqiptare pak lidhje kanë me demokracinë e partive europiane në përgjithësi, në strukturën, në mënyrën në sjellje politike, por edhe në mënyrën se si relatohen me publikun. Gjithsesi, faji i negativës, po e themi tani kështu negativ, siç e kam thënë unë për shkak e kam në kuptimin që nuk po prodhon lider të ri. Pra, e ka kalbur atë barishte, atë gjelbërim, atë gjë që kishte, atë entuziazëm që kishte në fillim të viteve 90, Partia Demokratike dhe në përgjithësi, po them opozita, si duket këto ky ujë ndenjo, kjo gjë që nuk komunikon, ky lloj mungesa e këtij, po them drenazhimit të këtyre gjërave, tani po flas në gjuhën e një gjëje që nuk e njoh aq mirë siç është kjo, po them trajtimi i tokës së gjërave, por në fundit kështu janë gjërat. Është një gjë që duhet na kishte shkundur. Nuk e kam ditur para se ty janë politikë se si funksionojnë partitë. Kam qenë entuziaste, jo se më ka humbur entuziazmi, por tani jam më realiste. Pra, kur flas me një prizëm, flas me një këndvështrim, edhe pak dhe mbak, nuk është më ai entuziazmi që kisha para se të hyja. Sigurisht ka emra, apo përgjithësi, ka njerëz të cilët nuk e mbajnë, kanë mbajnë kështu për ta kontrolluar më mirë. Dhe kjo nuk është vetëm në rastin e partije, por në rastin edhe të një sistemi të caktuar shoqëror, që ngrihet mbi deformime, në një farë mënyrë siç është deri diku në fragmente të saj ose në mos në tërësinë e saj, edhe shoqëria shqiptare, raportimi me institucionet, të gjitha këto që kanë deformime dhe na kanë sjellë këtu ku na kanë sjellë, do duhet që gjërat të funksiononin, pra rregullat kur i kemi vendosur rregullat. Do duhet t'i zbatojmë. Problemi i partive shqiptare është se ato nuk janë mirëfilli demokratike. Atje s'u ndonjëshi që është një mentalitet i bartur base edhe nga pikpamja historike, por edhe i bartur edhe nga diktatura ne në fakt nuk bëm një lloj pastrimi të shoqërisë shqiptare. Kaluam një elitë që deri dje ishte një elitë që kishte shërbyer Enver Hoxhës një pjesë e saj, por gjithsesi edhe në formën e heshtur kishte shërbyer Enver Hoxhës, me një herë të nesërmen u gdhi në fillim të viteve 90 një elitë demokratike. Është pak e vështirë pra ti shohësh gjërat kështu, një kapërcim të tillë të Ylberit brenda 24 orëve, por gjithsesi në këtë rrugë 35 vjeçare disa gjëra duhet i kishin bërë, disa detyra, edhe një lloj pastrimi të shoqërisë duhet ta kishin bërë. Ndryshe nuk do të ishim këtu ku jemi. Do thotë që pa bërë këtë gjë, neve kemi ruajtur këtë kompozimin brenda nesh, nuk e kemi shëruar plagën, nuk kemi pastruar partitë, dhe sot jemi në këtë ligatim që po flas. A mendoni zotja Haçka se kriza brenda Partisë Demokratike është më shumë krizë leadershipi apo krizë modeli politik? Shiko, kriza leadershipit është i kombinuar dhe me krizën e modelit politik. Ne nuk kemi modele politike. Unë kam bindjen që gjëja që po i bren më shumë partitë politike shqiptare e vogla, që keni parë, partitë e vogla, parti e njëshit. Një njeri, janë dhe disa vetë që vinë rrotën saj, gjendo një vend të partitë e mëdha në listat e tyre,
tyre, po çfarë janë këto? Çështja është gjëja që nuk ka në shkollën e vet. Politika shqiptare është mungesa e shtetarëve, sepse shtetari është një politikan i cili në një farë mënyrë e mbaron ora politike. Një politikan që si thua vdes politikisht, vdes politikisht. Do thotë që di që deri këtu mund të shërbejë një kauzë të caktuar dhe largohet që të hap rrugën një leadershipi të ri, një politikanit të ri, një shprehje të re, siç do të ndodh me freskimin e elitave. Në këtë sens ne nuk kemi shtetar. Ne kemi politikanë të cilët dëshirojnë deri në fund të shihin lamën, po ata mendojnë se e drejtojnë. Dhe çështja është se edhe heshtit që rrethon, përpos zgjedhjes që ata i bëjnë aty grupit vogël që i mbështet, i mban në të dyja kampet, po them, po flas edhe tek Djata dhe tek Majka, se nuk po flas për partitë e vogla, të cilat janë pak a shumë, po them si në orbitën e të dyja partive dhe ende në rrotull tyre si satelit, po flas për partitë e mëdha që kanë dominancën e tregut politik. Nuk duan sepse nuk është vetëm çështja e privilegjive. Është çështja tek ajo, sidomos tani, tek ajo po them doza e zullumit, të vetit personal, të grupit të tyre. Pra, vjen mungesa e reflektimit, mungesa e transparencës me publikun shqiptar, mungesa e reflektimit dhe sidomos pa përgjegjësia për të sjellë, për ta trashëguar forcën politike, për ta reformuar, për ta mbajtur atë të freskët demokratike. Zonja Açka, ju thonë që duhet të ketë një leadership të ri, një frymë të re që nuk po shikohet nga politika shqiptare, edhe e nënkuptoni këtë me transfuzion, sidomos brenda Partisë Demokratike. A mendoni që lëvizja Saliani, lëvizja më e fundit që është shtrirë në mënyrë kapilare, thuajse në çdo qytet të Shqipërisë, është një leadership i ri dhe një lëvizje që meriton mbështetje? Unë nuk e di deri ku do të shkojë Saliani dhe lëvizja Saliani përgjithësi. Unë di të them që ndër ky grup i ri politikanësh, me Saliani edhe kam punuar në një grup parlamentar, kështu që kam dhe njohje personale të figurës së tij, po flasim vetëm politike, por edhe personale, dhe e kuptoj, ka qenë një gjë ka ardhur natyrshëm edhe tek Saliani, edhe te forca politike. Të mos harrojmë kolegët e Salianit, heshtin si fija e barit, kur e shohin shumë mirë ligartinën, do thotë që gjithë kënaqësinë e kanë të mbijetojnë vetë, i shkelin syrin zotit Berisha, shpresojnë që dhe çfarë do nëse më ndodh në një, po them në një tronditje të sistemit tonë sot në një, po them në një qeveri tranzitore, në një zgjedhje të parakohshme, të jem prapë në listë. Pra shikoj, bëjnë gjithçka në mënyrë që të paktën mos e mërzisin liderin e Partisë Demokratike. Pra kjo lloj mënyre të kuptuari i bën e dallon Saliani pikërisht për këtë gjë. Ndoshta është personale për shkak se nuk ka asgjë për të humbur, për shkak të jetë shkrimit të tij, të mos harrojmë, Saliani është i vetmi në grupin, të paktën që kam qenë dhe unë, i cili u ndëshkua në një farë mënyre. Sigurisht, ajo mund të ishte edhe gabim personal. Është edhe pjesa e dozës, po them e papigurisë, të rinisë, mund t'i fusim të gjitha nevoja për një farë karizme, nevoja për një farë, po them publik, për një lloj, po them reklame ose për rënja në sy, ose protagonizmi personal. Por ama dosjen që pati Saliani dhe denuncoi Saliani, nuk ka se është e pavërtetë. Është një dosje e vërtetë dhe rezultoi që akuzat që bëri Saliani ishin të gjitha të vërteta. Por çështja është në momentin kur e ka bërë Saliani, akuzohet për atë moment. Atë dosje e zotit Saliani ja dha partia. Do thotë që burgimi, burgosja e tij, pavarësisht marzhit të gabimit personal, është një burgosje politike, pra do thotë për shkak të partisë politike. Dhe keqardhja më e madhe ishte kur e shpash zotin Saliani të kthehej në selinë e partisë dhe nuk e priti askush, nuk i dha askush një kafe, njeriu i cili me dashje, pa dashje, pa hyrë fare në histori të gjës, u burgos për shkak të forcës politike dhe dorëzanit të forca politike. Dhe heshtja që në krye ndaj kthimit të zotit Saliani, ndoshta edhe një lloj ndëshkimi për shkak se nuk u përdor para se të shkonte në burg, Saliani nuk fella vetëm që të përdori nga grupi parlamentar. Keni parasysh aksionin për të mbyllur grevurie, gjëra se natyrën në cilat Saliani nuk hyri, po shkoi i vetëm drejt qelisë. Do thotë, në këtë mes zoti Saliani
sigurisht e vërteta të bën të lirë. Ndoshta Zoti Alani është para një të vërtete që ai është kjo vërtetë që po ju shpjegoj, dhe ndoshta më shumë ai e di personalisht këtë gjë, dhe kjo ka bërë të lirë, dhe Saliani është bindur. Mos harrojmë që Saliani është ndër njerëzit e parë që i është afruar Zotit Berisha nga grupi parlamentar, i flas tani po flas për vitin 22, 23, po flas për vitin 22, Zoti Saliani ishte ndër të parët që u shkëput nga njerëzit që kishin rezistuar, që u shkëput, po them, brezi i dytë që u bashkëngjit Zotit Berisha. Do thotë kishte dhënë shumë Zoti Berisha për të merituar qoftë një pritje, qoftë një kafe, qoftë personale nga ana liderit të Partisë Demokratike, po edhe nga grupi parlamentar një pritje dinjitoze që nuk ndodhi. Mani mend ju sjell në vëmendje konferencën e shtypit të Zotit Saliani, sa dramatike ka qenë për syrin tim nga jashtë. Mendojeni çfarë ka ndodhur në vendësi të shpirtit të tij. Megjithatë, kjo është një lëvizje reformiste. Ai sa shohun dhe besoj se Zoti Saliani do të vazhdojë dhe duhet të vazhdojë edhe për t'i dhënë të kuptojë leadershipit të Partisë Demokratike, dhe këtë nuk e kam parasysh vetëm Zoti Berisha, por kam parasysh për gjithë shpurën e tij, të kuptojë që Partia Demokratike duhet të reformohet. Dhe unë jam e bindur, në rast se Partia Demokratike nuk do të reformohet deri në prill, është shumë e vonuar që është e vërteta. Ne po hymë në vitin e dytë të mandatit të katërt të Edi Ramës, çfarë presim akoma. Por nëse deri në prill kjo parti nuk shkundet, kjo parti nuk kupton momentin historik të saj, por pret te kompozimin e plotë të sistemit, në mënyrë që shkojë për shkak të rotacionit, pa u pastruar, me këto njerëz që kanë bërë gabime, me këto njerëz me këtë dozë naiviteti, ose me këto njerëz që kanë bashkëpunuar dhe ja kanë dhënë në tavolinë në 27 korrik 2024 mandatin e tavolinë e Tiranës, atëherë kjo parti ka probleme të mëdha dhe më vjen keq që do ta humbas edhe më shumë, jo vetëm trinin e kohës, por do humbas lidhjen me shqiptarët dhe për gjëra, për interesa të vogla, mbase është një parti, do të qëndrojë si parti, por çështja është, a është parti që të na drejtojë në pushtet, jo thjesht deri kur të vi koha për rotacion politik, sepse ndoshta leadershipin e Zotit Berisha do ta mbajë deri në fund, por nuk do të jetë një parti fituese. Kjo është një çështje. Pra, Partia Demokratike marrë që ta përmbyll, duhet të ndajë. E para një, jo vetëm që nuk duhet të dëgjuaj Zoti Saliani, por duhet ta përshëndesë, vetëm që nuk duhet ta ndëshkojë, por duhet ta afrojë dhe të përpiqet të gjejë strategjinë që kjo frymë e Zotit Saliani të përhapet, që partia të hyjë në proces, por në rast se ka vendosur që Partia Demokratike, këtë parti personale e Zotit Berisha dhe shpurës së tij të vogël dhe një parti fituese për shqiptar, kjo është një dilemë e qartë dhe duhet të zgjidhet shumë shpejt. Nëse nuk zgjidhet, pastaj është bërë edhe zgjedhja në këtë parti. Ju po ashtu, zonja Açka, thoni se një pjesë e opozitarëve vijojnë t'i bëjnë osan në thonjza Zotit Berisha. A e shihni pikërisht Berishën si pengesë për rilindjen e opozitës dhe Partisë Demokratike? Po shiko, të mos harrojmë Mario, më vjen keq që pse dua që sepse nuk është çështje tek një njeri. Çështja është një çik më e mirë. Zoti Berisha është në drejtën e vet. Është njeriu që performon më mirë. Është njeriu që punon më shumë. Kjo është një gjë e padiskutueshme. Po problemi shqiptarët janë shqiptarë tani që mendojnë ndryshe, janë mbas 35 vjetësh që e kanë njohur, e kanë pranuar, e kanë votuar, janë bashkuar. Zoti Berisha ka një moment që më nuk e besojnë më për arsye sepse tani e identifikojnë me gjithë këtë proces që ka ndodhur Partisë Demokratike që ra në duart e Zotit Berisha. Nuk ishte një gjë që erdhi dhe aq natyrshëm. Erdhi përmes përçarjes Partisë Demokratike. Erdhi nëpërmjet fyrjes në poshtrimit që ndodhi në mënyrë sistematike. Një pjesë të liderëve që ishin në fundit ishin të rinj, të cilët ai veti kishte promovuar. Pra, njëra pjesë ju hodh kundër tjetrës ose ana sjelltas. Nuk do të bëjë njërin të mirë dhe njërin të keqe, se nuk jam mund që vendosin demokratët, e vendosin shqiptarët. Unë di vetëm nga brenda të shpjegoj se çfarë ka ndodhur. Dhe nuk ka qenë e hijshme gjitha këto betejë, sjellja dhe deklarimi i atyre që të kundërshtojnë ty, si leadership, si armiq, si bashkëpunëtor të Ramës, si paterica dhe epitete nga më të çuditshme që kam dëgjuar dhe për veten time. Këto gjëra i kanë irrituar një pjesë të demokratëve. Pastaj, ku janë? Kur do të vijë meritokracia në këtë parti? Ju keni parasysh me mbylljen e kodit zgjedhor dhe ishin faje të Partisë Demokratike, të cilat nuk i mori askush
për të cilat nuk e mori askush përgjegjësi, të mos harrojmë amnistia penale, e cila ishte një grusht në fakt kundër reformës së drejtësisë, pra kundër spakut, lirimi 84, më shumë se 84 personave për shkak të amnistisë penale, ishin njerëz të cilët ishin jashtë sistemit për shkak të punës së spakut. Pra, edhe pas kësaj, kodi zgjedhor, dështimi i Komisionit Reformës Zgjedhore, dështimi i Komisionit Reformës Territoriale, pra kemi kaluar 3-4 vite bosh, tani po bëjmë Komisionin Reformës Zgjedhore të re, Komisionin Reformës Territoriale të re, po parat e shqiptarëve që harxuan për të dështuar në mënyrë flagrante këto komisione, mos harrojmë për gjëra të tjera që nga dhënia e grupit parlamentar, dhe të gjitha këto, po them, ky puzzle ndihmues, ku çoj në një apati, në një irritim, mos respektimi i statutit, që nga leadershipi mas humjes, sipas Nenit Pasha e të tjera, mënyra krimi alibive në përzgjedhjet e vogla nga pjesëore e vitit 22 dhe të tjera me radhë të shumicës, sigurisht të gjitha këto ka njerëz cilët kanë filtr qartë politik për të kuptuar që nuk kanë qenë ashtu siç ka qenë retorika publike dhe retorika politike. Pra, të gjitha këto i kanë mërzitur. Mos harrojmë shkak të këtij, po them, opozitarizmi të gjatë, një pjesë e njerëzve, një pjesë e demokratëve nga janë larguar, apo jo, një pjesë janë mërzitur, një pjesë janë jashtë dhe s'përfshihen dot sepse janë ndarë për këtë gjë, pra për çështjen e leadershipit të zotit Berisha, dhe një pjesë tjetër po shiten për bukën e gojës, dhe nuk është e turpshme të blesh liri për një gjë kaq të vogël siç është buka e gojës. Kështu që nuk mund, është shumë e vështirë të gjithë këto flukse t'i bëjmë bashkë për një parti fituese. E vetmja gjë që na mbetet është që zoti Berisha të kuptojë momentin e rëndësishëm historik, të pranojë që kjo parti ka nevojë për leadership të ri, të pranojë fajin që ka futur në listat për grup parlamentar, dhe rreshtërët e tij personal, jo njerëzit që do të votonin shqiptarët, sepse me votimin e kodit zgjedhor në 27 korrik 2024, në fakt ne kemi çuar në parlament 92 deputet të pavotuar. Ky është një parlament sigurisht i mbështetur në kod zgjedhor, por është një parlament jo i shqiptarëve, sepse 92 deputet nuk janë zgjedhur qoftë edhe me një vot. Çfarë parlamenti është ky? Çfarë morali politik ka ky parlament për të kaluar ligje, për të kaluar ky fatet e shqiptarëve në duar, ku ta nuk janë deputet të zgjedhur nga shqiptarët, janë deputet të listës personale të dy kryetarëve. Kështu që ky parlament, sa më shpejt të bjerë ky parlament, me qeveri tranzitore, me qeveri teknike, dhe të gjinet një formulë që tjetë ndershme, në kushtet të këtij korruptimi absolut, domethënë në një vend normal, europian, jo me kaq, por unë më them gjëra të vogla, shembull nga Holanda, se si njerëzit japin dorëheqje, si politikanët japin dorëheqje, duhet të kishte ikur. Jo vetëm që s'ka ikur, dhe një pjesë të fajit e kemi ne, që nuk e nxjerrim dot, apo jo, dhe ne nuk e nxjerrim dot nga zyra këtë pushtet, por këta nuk kanë as turp të tregojnë forcë, nuk kanë turp të intimidojnë spakun, nuk kanë turp të kërcënojnë gjykatën kushtetuese, nuk kanë turp të krekosen nëpër televizione mbi këtë zullum që kanë bërë. Kjo është çështja në këtë vend. Si do ta rregullojmë ne politikën që të jetë reflektuese, që të jetë e moralshme dhe që të jetë prosperuese, sepse në politika jonë as është e moralshme, as është reflektuese, as nuk mendon për prosperitetin e shqiptarëve. Si do ta sjellim ne? Si do të sjellim një shpurë politikanësh të përgjithshëm kur ne e kemi ngulfatur sistemin? Ne e kemi ngulfatur sistemin, sepse këta 92 deputet mjaftueshëm të ndryshojnë ligje të rëndësishme shqiptare, ligje kushtetuese, pra ligjet e reformës zgjedhore, që është një nga zilet më të forta të largët, ligje të tjera në dëm të shqiptarëve, se këta e ngrejnë votën sepse nuk janë zgjedhur. Këta i ka zgjedhur kryetari dhe këta me një urdhër votojnë çfarë të duan. Shqiptarët nuk kanë nevojë për bedel në parlament, kanë nevojë për deputet të përgjegjshëm që japin ligje të përgjegjshme që rregullojnë shoqërinë. Ne presim të na rregullojë ky, të rregullojë jetën, e rregullojnë ligjet, respektimi i ligjeve dhe institucioneve. Kjo është e keqja jonë. Zonja Atshka, pse mendoni se figura e zotit Berisha
vijon të dominojë edhe sot pak të brenda Partisë Demokratike, edhe pse janë disa humbje elektorale të përsëritura. Shiko, tani kjo është një gjë, ne nuk mund t'i gjykojmë njerëzit për simpatik personale, apo jo, secili mos harrojmë edhe një lloj leadershipi i gjatë, edhe po them një grup që vazhdimisht ka qenë besnik i personal. Mënyra se si erdhi zoti Berisha, për shkak të atij, po them, kufizimi që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit, abuzimi me këtë gjë, që nuk krye. Ndonjëherë madje s'dua ta përshkoj, nuk dua të më shkoj të them gjëra që janë të pasakta, se unë jam njëri racional në gjërat që flas dhe nuk më kap emocioni pavarësisht anës emocionale të shpjegimit të gjërave, janë shumë racionale në këto gjëra. Por momenti po themi i dizenimit të kësaj gjëje, pika e kthesës që i ndau ku filloi ndarja demokratëve, u abuzua shumë me këtë pikë. Zoti Berisha u pezullua, ky ka qenë termi, u pezullua përkohësisht nga grupi parlamentar deri në një moment të dytë, kur të sqarohesh gjërat në lidhje me demokratët. Çfarë ndodhi? Nuk ndodhi veç se një lloj kthimi, një lloj keq kuptimi, keq interpretimi. Unë nuk e di sa dorzani ka pjesa tjetër, se unë bashkë në ditë kam filluar dhe gjërat i kam kuptuar më vonë se si kanë funksionuar. Por një gjë sigurisht më ka bërë shumë përshtypje. Se si rrinim ne kur zoti Berisha vinte, përdorte logot, të njëjtën gjë që po ndodh me Salianin sot, pra, ju e dini, termi i vet hequr, i vet përjashtuar, është një term i çuditshëm që po përdoret në Partinë Demokratike dhe nuk është askund në statutin e saj, i vet përjashtuar dhe akuza që po përdor logot e PD-s. Në fakt, kur është brenda PD-s dhe me njerëzit e PD-s, të njëjtën gjë bëri zoti Berisha para 5 vitesh. Edhe në këtë rast tani quhet heretizëm dhe atëherë ishte një gjë normale që e fitonte. Sigurisht që zoti Berisha ka shumicë. Sigurisht që zoti Berisha ka historinë e tij të lidhur me Partinë Demokratike, po ai ishte ajo më e mira për demokratët. Pra duhet të ndajmë çështjen e shumicës dhe së drejtës. Unë kam përshtypjen në këtë pikë është abuzuar. Por ajo që më shqetëson më shumë është jo lufta personale e zotit Berisha, i cili në të drejtën e vet ndoshta kërkoi dominonte ta merrte prapë partinë tash. Këtë nuk i gjykoj, është lufta e tij personale. Mu më shqetëson apatia, paftësia, për të mos thënë edhe mirëkuptimi ose dorzania e një grupi tjetër të deputetëve të cilët në fakt, pavarësisht retorikës për të shkelur syrin dhe për të thënë Amerikës që ata po bënin detyrën, por në fakt ishin bërë një detyrë tjetër. Dhe arsyeja, nga kjo shpjegoj edhe arsyeën përse Amerika, ambasada amerikane, Amerikan Policy e hoqi mbështetjen ndaj grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse ndoshta kuptoi përpara nesh që po luhej një lojë. Dhe në fakt loja ishte kundër në shpinë të demokratëve, por në fakt që vetëm ishte për t'ia hedhur Amerikës. Dhe ku ka të ndisëm ne sot, jemi te kjo që jemi sot. Jo vetëm që nuk shpëtuam nga non grata e zotit Berisha, por partinë ja nështruam tërësisht non grata së zotit Berisha. Dhe sot kemi një formacion politik më i rëndësishëm që solli, që s'ka asnjë ngjashmëri me Partinë Socialiste, që solli lirinë në 90-ën ka përcyer, që solli pluralizmin, meritën, çfarë doni, gjitha gjërat për cilat ne kishim menduar, sot është një parti e përjashtuar nga silla europiane, nuk është në turizat e kancelarive, një parti po them e kufizuar nga marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara, një parti që shan, mallkon, thyen dhe poshtron spakun, aleatin ton më të rëndësishëm për të pastruar politikën dhe për të pastruar Shqipërinë nga krimi që na ka marrë pushtetin. Pra, të gjitha këto gjëra bashkë e kanë krijuar këtë gjë. Pra e kanë vënë në dyshim leadershipin e zotit Berisha, jo vetëm për kaq që po flas, por edhe për minimumin e gjës. Lideri, kushdo që tjetë ai, s'ka rëndësi emri, politikane duhet të kuptojë që ora ime ka mbaruar dhe unë të shpëtoj fatet e kaq mira njerëzve të cilët presin nga Partia Demokratike të bëjë detyrat. Dhe fakti që jemi ulur në tavolinë dhe kemi dhënë pushtetin e Tiranës me 12
mandate me 11 maj është një faj i rënd për të cilin akoma s'ka mbajtur askush përgjegjësi. Zunjaçka, besoj që e keni ndjekur me interes edhe tryezën që u zhvillua para pak ditësh, më sakt para rreth një jave nga Partia Demokratike, aleatëve të saj dhe shoqërisë civile. Si e cilësuat ju atë tryezë, si një dështim apo si një ringritje dhe një përbashkim të një grupimi të madh të gjithë politikave dhe aktorëve? Çdo grupim opozitar, veçanërisht në një kohë të tillë që po kalojmë ne shqiptarët me këto skandale të pa as të logjikshme, skandale që nuk t'i rrok as fiction, unë jam shkrimtare, por të tilla skandale as në kokën në fiction nuk arrin të shkruhen, aq të dramatike janë. Ne ndodhin sikur pak gjë ndodh. Pra një tryezë e tillë në kushte të tilla është një gjë shumë normale. Por për shkak të ju i keni parë këto foltoret edhe këto foltoret e zotit, foltoret e përjashme, flas të ditëve të hëna, që janë shumë foltore sa vinë dhe zvoglohen, foltore që ka bërë zoti Berisha që janë vetëm të kufizuara në një zonë të caktuar. Pra gjitha këto më shumë më duken si përpjekje për të thënë akoma që është këtu, unë jam në këmbë dhe vazhdoj të jem lideri i Partisë Demokratike. Nuk ka nevojë për të tillë pranim zoti Berisha. Në kupton, as demokratët nuk kanë nevojë, sepse si shikon çfarë po ndodhin, po na ikin për ditë demokratë, nuk është mirë. Krijojmë sa kohë shkon, aq më shumë shembje krijojmë. Por edhe konfliktet që u krijuan mbrapa. Pastaj të mos harrojmë, kush ishin në këtë tryezë? Ishin ata njerëz, përfaqësuesit të atyre partive që ishin në koalicionin e mallështorëve, apo jo, në Shqipëria mallështore. E cila kjo marrëveshje, ky grupim nuk se dha në rezultat, thjesht ishin pjesë e listës si kozmetik, kështu që dhe e qenë në këtë takim, pa partitë e reja, të cilat janë parti opozitare. Kjo është çështja. Pse nuk morën pjesë partitë e reja? Ky është diskutimi sot. Morën pjesë se partitë e reja e shohin fajtore Partinë Demokratike, një lloj si Partia Socialiste, në çështjen e raportimit me të drejtën e tyre në treg. Do thuash ti që ti duhet të jesh ose do të jesh me mua, ose ti duhet të ekzistosh. Në kushtet e lirisë dhe demokracisë, çdo kush ka drejt të bëjë partinë e tij dhe të dominojë nëse mundet, me retorikë politike, me fuqi politike të ndershme. Por kur partitë e reja hyjnë në skenë, sepse janë të pakënaqura me sistemin, janë të pakënaqura me këto marrëveshje që po them, të fshehta të dy partive të mëdha, dhe kur hyjnë në skenë, to dënohen, madje fyhen dhe poshtrohen, dhe pastaj në mënyrë krejt hipokrite, ti thuash ejani në tryezë me mua për opozitarizëm, dhe ti fyesh pastaj thuash që ti nuk pranon sepse ti je padericë Ramës. Ka një gjë që nuk shkon në gjithë këtë histori. Ose dikush do të kërkojë ndjes për fyrin që ka ndodhur partive të reja, për dëmin që i kemi sjell partive të reja, për dëmin që i kemi sjell demokracisë shqiptare, sepse dy partitë e mëdha aty janë, nuk i gjen asgjë. Problemi është pse dëmtojnë partitë e reja. Tani do të ishim në një formacion opozitar krejt tjetër, jo me këto të vegjël e listës kozmetike të madhështorëve, po do të ishim me parti që kanë numra 200.000 votues afërsisht, po them. Disha thot 200.000 votues në palë që nuk janë përfaqësuar në Parlamentin Shqiptar vetëm me 3 deputetë gjys, se nuk po flas për këtë zonjën e Shqipëria BE, sepse kjo zonja ka hyrë me zor në Parlament. S'ka folur asnjëherë, s'ka faj, nuk është deputete. Ajo ka thënë vetë, nuk kam dëshirë të jem deputete. E ka bërë deputete këta marrëveshja, e ka bërë deputete marrëveshja PS në KQZ, në KAS, duke u tallur e duke i në përkëmbër, duke i flyer partitë e reja. Nuk është kjo rruga për të bërë opozitarizëm, nuk është kjo rruga për të hequr qafe e Ramës dhe klikën e tij. Është rrugë krejt tjetër. Unë nuk e di, a e kanë problem këshilltarët dhe zoti Berisha i ka ikur nga dominimi, kontrolli i kësaj gjëje, o është merret vetëm me çështje personale dhe këto gjëra janë të parëndësishme, or janë kjo shpure e qeverisë së drejtimit të PD-s është e kënaqur me kaq me këtë gjendje, pra që është e dyta, pa që nevoja, pa të pretendim për çën e para. Domethënë këto janë gjëra që do t'i tregoj shumë shpejt koha. Po kështu siç janë tani, nuk është mirë. A mendoni që opozita aktuale mund të rivalizojë majorancën në pushtet? Biem dakord
që ka pasur skandale nga ana e qeverisë, po pse akoma arrin që të qëndrojë në këmbë kjo mazhorancë? Qëndron në këmbë sepse opozita nuk e ka në unison pra. Aksioni opozitar nuk është aksioni shpërndar edhe kanë përshtypje për shkak të kësaj gjëje. Deputetët që janë në listën e mbyllur, ato 92 vet ju thash, nuk janë të interesuar fare të bjerë qeveria, të bjerë parlamenti. Për arsye që ju shpjegova, prandaj ju shpjegova. Kështu që me njerëz të cilët kanë dy agenda, një agent për të mbajtur vendin e tyre karrikën e parlamentit, dhe një agent për të bërë retorikë si opozitar të mëdhej, nuk shkohet. Nuk mund të kesh në politikë, nuk mund të kesh dy fytyra. Ke një fytyrë, një aksion, një rol. Kjo është problemi, duke qenë me dy agenda. As me këtë, as me këtë, atëherë jemi në këto kushte. Pse nuk sakrifikohen, çfarë bëjnë? Pse nuk bëjnë thirrje? Ju shikoni, nuk punon njeri. Përveç zoti Berisha, unë nuk shoh njeri të punojë në atë parti. Nuk japi, nuk marri. Është krijuar një fasho vakumi midis bazës së Partisë Demokratike, njerëz të ndershëm që gatuajnë ç'është e vërtetë demokracinë. Dhe leadershipi s'ka lidhje fare pse. Është një leadership që mendon. Një pjesë e tyre ka 35 vjet, është aty vetëm tani, ka asgjë, ja ka marrë palcën e gjithçkaje, nuk ka asnjë interes, nuk ka asnjë lloj aksioni, s'ka asnjë lloj që janë fishkur, sepse janë vetëm për atë punë të ngrejë votën ku i duhet dhe janë në pritje të një amendimi atë një ligji kundër reformës zgjedhore për të mbrojtur veten dhe liderin e tyre, s'kan interesa, se nuk shkojnë të kërkojnë çdo ditë te zyra e asaj zonjës që ka ajo balluku, siç bënin tek zyra e atij të bashkisë, të bëjnë protesta atje. Atje ti orientoj protestat. Jo të bëjnë 15 protesta që na kanë diskredituar, që është vërteta. Ato protesta fortore të ditës së hënë janë diskredituese për një forcë politike si Partia Demokratike. Kjo është problemi. Pse e diskreditojnë Partinë Demokratike? Me pavësinë e tyre. E kuptojnë? Ose e bëjnë enkas, nuk dua ta mendoj këtë gjë, ose janë paaft. Një nga dy ata zgjedhin. Nuk e di se nuk ka të tretë. Ose janë paaft, ose bëjnë sikur. Në të dyja rastet kanë fajt më, që na lënë në krye të grup të strukturuar kriminal që kemi në pushtet. Qartë, zonja Açka, mendoj që duke qenë se jeni jashtë politikës e shikoni më ftohtë të gjitha angazhimet që kanë ndodhur këto kohë, por një rikthimi juaj në politika është i mundur? Mario, unë në politikë jam, por desa merrem me politikë, e flas çdo ditë, dhe nuk flas të drejtën është mbase është që kështu folklorike, por unë i them gjëra siç i ndjesë, s'kam asgjë për të humbur, a dini. Kam folur jo për veten time, kam folur për atë që mendoj se është më e mira për grupin, për të tjerët, për partinë, për të tjerët, edhe për shqiptarët në substancë. Edhe ka qenë shumë e thjeshtë për mua, ju them me sinqeritet, ka qenë shumë e thjeshtë për mua të bëja siç bën kolegët e mi. Merr një marrëveshje me Berishën, sot isha deputete, edhe as e hapja telefonin të flisja, sepse isha deputete, isha mirë, por nuk ishte ky qëllimi im. Unë nuk doja të isha pjesë e asaj hipokrizie që po ndodhte, po përgatitej në parlament në kohën që ne largoheshim nga parlamenti. Kështu që në këtë pikë do të kthej, në këtë pikë zgjoda të mos bëja këtë betejë të zbrazët personale, që do t'i ishe e turshme për natyrën time, për mënyrën se si kisha luftuar unë gjithë jetën, apo jo, mënyrën se kisha ngritur karrierën, që s'kishte lidhje me politikën, apo jo, hyra në politikë me mendimin vërtet të ndershëm për të shërbyer. Dhe pash që kishin njerëz që shërbenin vetes së tyre, familjeve të tyre, jo të gjithë, ka dhe njerëz të ndershëm. Po këto njerëz të ndershëm në politikë duhet i ruajmë dhe të sjellim në politikë njerëz të ri, të tjerë që të kenë përgjegjësi, njerëz me portret europian, me përgjegjësi europiane, me kulturë europiane, të sjellurin në politikë dhe gjithçka tjetër që e rrethon. Por këta e kanë mundfatur sistemin dhe nuk lejnë meritën, nuk lejnë të ri të futen, sepse duan vetëm njerëz që kontrollojnë. Dhe unë isha mes atyre njerëzve që nuk kontrollohesha dot dhe duke qenë biznisa. Ndoshta kjo ishte arsye pse edhe përpoqen të më ngulfojnë fatnin, përpoqen të më pengonin, më përjashtuan me format e tyre, malinje, edhe qesharake, sepse edhe po të heqin në një parti politike,
duhet të të çojnë një letër, të thonë, të të njoftojnë që zonjë karriera jote si drejtuese e këtij komisioni deri në sot vendimi i partisë është ky. Është normale të komunikosh, por këta as nuk marrin mendimin të komunikojnë sepse nuk janë komunikativ as me veten, sepse zullumet që bëjnë në tavolinë janë gjëra që nuk kanë pse të komunikohen. Dhe dalin dhe përtasin e hedhin flakadan kur jo e patë vetë. Sa ishin në parlament gjatë vjeshtës vonë, në vjesht të vonë, hidhshin flakadan e ulëri. Apo jo, nuk punonin, nuk i tregonin shqiptarëve se çfarë vjedhjesh ishin bërë. Në parlament thuhen gjitha. Aty thuhen të gjitha. Jo dil e shkatarro parlamentin. Dhe pastaj kur gjithçka ishte pushim, edhe administrata ishte pushim, shkoshin parlament të dyert e mbyllur. Pse e bënin të? Çto thot kjo? Ç'është kjo logjik? Megjithatë, që të mbeten te kjo, unë nuk doja të isha në një parlament ku 92 deputet ishin zgjedhur me listë, pra ishin deputet bedel, dhe unë të isha të sakrifikoja, të vrapoja për të hyrë, dhe mund të kisha hyrë me formë të ndershme shtëpi të shqiptarët, mund të mos fitoja, mund të shkohesha nga për shkak të flas të kodit, por mundet të fitoja, të gjë nuk e di se nuk u provova, por unë nuk mund t'ja pranoja vetes time që të bëja të njëjtën histori që kisha kur isha në parlament, kur më hiqin vizë, kur flisja dhe më çonin në fund, se këto njerëz që kishin mësuar të më ndëshkonin një herë, do më ndëshkonin sërish. Unë do të kthehem në politikë, nëse e ka shkruar Zoti, sigurisht, por me njerëz cilët janë të përgjegjshëm, sepse politika është një art, po e them kështu art, një zeje, si doni quheni, që bëhet me shok të mirë, që t'i japësh një produkt të mirë. Nuk bëhet me bandit, se me bandit vetëm bën kusari, nuk bën politikë. Dhe një pyetje të fundit zonja Açka, a shikoni sot një figurë që mund të jetë lideri i opozitës, mund të jetë përbashkues dhe mund ta çojë përpara dhe të synojë rotacionin e synuar? Sigurisht, neve kemi penguar shumë liderët e ri të performojnë, që është e vërteta, në atë parti vështirë është të performosh e të kuptohesh, por neve se ne jemi mësuar duke u nisur, duke raportuar njerëzit, normal, duke raportuar me gërsinë, me batutat, me paturpsinë, pa them kështu, Açik të Edi Ramës, edhe me mënyrën me karizmën, por edhe herë kur edhe çik të dhunshme në kuptimin e sjelljes politike, edhe të sharjeve ose të politikës së fortë, po e them kështu, se dua të hyj në cilësime të pavënd, po të politikës së fortë e Zotit Berisha, dhe na duken të tjerë të vegjël. Jo, ne duam politikan normal, ne duam lider normal. Apo ja, pra, po të kërkojmë normalitetin, do ta gjejmë normalitetin. Po duam njerëz me prirë, njësha absolut, njerëz që të vendosin ata me forcë, me dhunë, me gjitha format e tyre, blerje, shitje, gjëra, atëherë zot jemi asnjë lider. Ne duhet hyjmë në një proces të ndershëm. Djem dhe vajza që ka Partia Demokratike, sigurisht që i ka, por duhet t'i japi mundësinë me projekte të qarta. A mund të thoni një emër të këtyre personave? Janë shumë, se ka disa, kam takuar njerëz të mrekullueshëm, kështu që duhet të cilësoj se po të them shumë, edhe unë them se ka. Partia Demokratike duhet vetëm t'i japi mundësi. Nëse nuk është vendosur që ajo parti të mbetet parti deri në fund pronë e Zotit Berisha, Partia Demokratike ka të gjitha shanset këto njerëz t'i fusin si në garë të ndershëm me projekte dhe le të zgjedhin demokratët. Jo vetëm demokratët, por projektet e tyre duhet të jenë publike. Shqiptarët të shohin se kush do ta marrë dhe do të drejtojë të forcë politike. Dhe të përcaktohet aty. Sakt, jo me gënjeshtra, jo me kinse, por sakt, humbe zotëri liro vendin. Pa asnjë diskutim dhe pa që nevoja për imunitete të panatyrshme dhe që i bëjnë dëm forcës politike, se mendoje sikur të kishin bërë reformimin për të cilin kam 4 vjet që flas. 4 vjet që flas. E vetëm ambasador të pak të deputet që flas për reformimin e forcës politike, sot do të kishim ajër tjetër, freski tjetër, leadership tjetër që do të inspironte dhe do ta kalonim zotin Berisha aty në vendin ku e meriton në historikun e Partisë Demokratike, me të gjithë mirënjohjen për punën që ka bërë, por çështja është këtu ndahen gjërat midis politikanit edhe shtetarit që u shpjegova që është në krye.
Qartë, Zonjacka, faleminderit shumë që ishet me ne, faleminderit shumë për analizën tuaj dhe rrëfimin tuaj të sinqert. Faleminderit Maria dhe uroj që të kem thënë ndonjë gjë se gjithsesi, megjithëse unë ja bëj shumë kujdes, ndonjëherë më kap emocioni politik, ata emocione politike që i thot Filip Rosi për mend, por i bëj sepse kam një dozë keqardhje, sepse shiko, nuk transmetohet se nuk është grip përgjegjësia, siç e ndjej unë. As dëshira e mirë, as vullneti për të bërë gjëra të mira, më thënë, jo të gjithë janë, si të mund të janë sponge, edhe kuptojnë se çfarë ndodh, e thithin se çfarë po ndodh në temperaturën dhe në situatën e shqiptarëve. Ne kemi nevojë të ndryshojmë, po Europa kjo gjë e ndryshon politikën e Europës në përgjithësi, dhe aty ka sa duash gjëra për të shqetësuar, por disa gjëra janë të përcaktuara. Ne jemi të përkohshëm, edhe qenie njerëzore, edhe në politikë duhet të jemi njerëz të përkohshëm. Por njerëz që bëjnë zullume, sigurisht nuk duan t'i kenë shpejt, sepse duan sa t'jenë gjallë, zullumet e tyre t'i mbrojnë me imunitetin e tyre. Shikoni se çfarë bëhet me imunitetin. S'duhet të ketë në Shqipëri asnjë politikan me imunitet. Pse me imunitet? Nga kush mbrohesh? Nga shqiptarët. Nga kush mbrohesh? Pra mbrohesh se ke grabitur. Kërkesa ke grabitur, duhet t'jesh objekt i spakut. Dhe që t'jesh objekt i spakut, duhet mos kesh fare asnjë lloj imuniteti. Qartë, faleminderit shumë. Faleminderit ju.